Lista serbe ka reaguar pas konferencës së kryeministrit në detyrë Albin Kurti, i cili ka akuzuar Serbinë për ndërhyrje në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Lista serbe tha se ministri në detyrë për komunitete dhe kthim Nenad Rashić mandatin e dedikuar serbëve e ka marrë me votat e shqiptarëve te sa të mandat ja ka dorëzuar Kurtit, raporton Kosova Press. Kurti sot me të preferuarin e tij dhe të mbrojturin e tij ish serbi Nenad Rashić në një konferencë për shtyp, tha gënjeshtra brutale dhe konfirmoi ato që të gjithë e dim shumë mirë, se miku i tij Nenad Rashić është drejt për drejt nën kontrollin e tij, se ai mandatin e dedikuar serbëve e ka marrë me votat e shqiptarëve dhe sa të mandat ja ka dorëzuar Kurtit, dhe se është i dëshpëruar që nuk funksionoi plani për të përndjekur të gjithë serbët. Sipas thënies popullore, nëse i vjen turp të zgjuarit, i marri krenohet. Rashići sot u strehua nën krahun e Albin Kurtit, me të cilin kurdiste plane për të pushtuar institucionet serbe dhe i tregoi mbar botës se nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kurrë përfaqësues i popullit serb, thuhet në komunikatën e lëshuar nga lista serbe. Lista serbe thot se ndihet krenare që ka marrë mbështetjen më të madhe nga populli serb dhe që me gjithë presionet, shantazhet dhe kërcënimet, ka arritur të rezistojë me ndihmën e harmonisë dhe unitetit të popullit, duke treguar edhe një herë se nuk ka dorëzim. Ne jemi gjithashtu krenar që qëndrojmë nën flamurin serb dhe kemi mbështetjen e presidentit Aleksandar Vučić, sepse fal kësaj mbështetjeje serbët mbijetojnë në këto zona dhe Rashić qëndron me Kurtin, i cili dëshiron të dëbojë gjithçka serbe. Prandaj pas kësaj konference është e qartë për të gjithë se ata që sulmojnë Vučićin dhe duan dorëheqjen e tij janë krahu i zgjatur dhe të dëgjuarit e Albin Kurtit, të cilët duan të mos ketë serb në Kosovë, përfundon reagimi. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka akuzuar Serbinë për ndërhyrje të drejtë për drejtë në procesin zgjedhor të 9 shkurtit. Qeveria ka identifikuar 7 instanca apo aktorë shtetëror të Serbisë.